Mirlin Daku u kthye te goli me Rubin Kazanin pas një periudhe të gjatë kohe. Trajneri i ekipit rus, Rashid Rakimov, u shpreh se është i pakënaqur me punën e Dakut kur shkon në kombëtare. Fola me Dakun për të hequr presionin nga ai e telefonova dje. Pas u kthye nga ekipi kombëtar e telefonova, i thash se nuk më pëlqen mënyra se si punonin në ekipin kombëtar. Ne marrim informacion për ngarkesën e punës te Shqipëria dhe Kosova dhe pam se si punonte Daku pa luajtur. Ishte e qartë se nuk ishte i tonifikuar. Trajneri i Kosovës Gjerman dhe ai nuk e ka iden që nëse nuk luan nuk stërvitesh, por me Dakun volumi ishte për të ardhur keq, ka thënë Rakimov në konferencën për shtyp pas ndeshjes. Rakimov shtoi, e pyeta, a nuk po bën asgjë? Po i mëson profesionalizëm, po i japim një program për të mbajtur të përgatitur. I thash që edhe Messi ka periudha kur nuk shënon. Ju nuk duhet të mendoni për këtë, duhet të kryeni punën tuaj. Duhet të vlerësoni se sa liga ka filluar t'ju trajtoj. Të gjithë po të shikojnë. Sot bëri punë shumë të mirë dhe bëri atë që di të bëj më së miri, ka shtuar Rakimov. Mirlin Daku ishte vendimtar dje për Rubin Kazanin. Sulmuesi kombëtar u rikthye te goli në kampionat pas 2 muajsh dhe i dha 3 pikë Rubinit kundër Akhmat Groznit. Ishte minuta 75 kur Daku bëri gjithçka mirë. Në festë u tregua disi i shfrenuar, ndërsa u ndëshkua edhe me karton të verdh duke humbur sfidën e radhës. Durimi e humbi durimin, fitore e madhe, shkruan Daku në rrjetet sociale, duke treguar se postimi i kaluar nuk lidhej me situatën te kontarja, ku nuk mori minuta këtë muaj. Më parë kishte publikuar foto nga seanca stërvitore Rubin Kazanit duke shkruar: "Durimi është vlerë, prandaj kurrë nuk nxitohem." Daku është golashnuesi i dytë më i mirë në kampionatin rus, pas startit të vrrullshëm. Është frenuar disi dhe tashmë duket se ka gjetur golin pas një heshtje të madhe dhe kërkon vazhdimsinë nga takimi pas 2 javësh.